Si mund të ndikoj zemrimi në marrëdhëniet mes njerëzit ose mes njerëzimit? Zemrimi prish miqësinë, largon zemrat dhe hap armiqësi. Kur zemrohesh edhe reagon në mënyrë të keqe dhe se menaxhon zemrimin tënd, me atë që sot ke qenë mik, të bëhet armik. Pastaj largohen zemrat. Po ai kam dash më ka dash, po. Ai kur ka pasë çysh reagon ti kur zemrohesh, dhe çfarë fjali ke thënë në momentin kur u zemrove, po nuk desha t'ja them ato fjalë, po ja tha. Andaj thot Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu taala, fillimi i zemrimit thot është çmenduri, fundi i tij është pendim. Se ti u zemrove u çmende dhe në moment kur u çmende, nuk u çmende ti s'ditë se çka i tha. Fjalët më banale, më të këqija, më të rënda i tha. Me fjalët më të rënda ju drejtove. Dhe pasi që u qetësove, u vetëdijsove, ti u pendove. Jo, nuk desha t'ja thonë këto fjalë. Ju dole nga goja ime, por s'pata qëllim këto fjalë. Ti i tha, edhe për shkak të kësaj largohen zemrat dhe atë që kishe armik tash të bo. Atë që kishe mik tash të bo armik. Armiqësia për shkak të zemrimit tënd dhe mos kontrollimit të fjalëve të cilet i nxorë prej gojës tënde.